Vëllezër, motra e mirë se keni ardhur në shërbesin e të dielës sërish në këtë kohën e vjetër nga ora 11. Shpresoj që po kënaqeni sidomos tani kur ka më shumë dritë, ka edhe diell, edhe moti është i mirë. Gëzim me pas të cilin që keni ardhur këtu sot. Për momentin jemi gjatë kësaj fjalës në online. Përpara 503 vitesh, saktësisht me 31 tetor 1517, një murg gjerman në moshën 34 vjeçare i rendit Augustinian në derën portën e kalas së Wittenbergut, të kështjellës së Wittenbergut. Ai gozhdoi, ngjiti, vendosi aty ato që quhen 95 tezat e tij, pra 95 tezat e Luterit. Dhe për këtë ngjarje historianët kishin shkruar: njeriu i duhur në kohën e duhur me misionin e duhur. Me fjalë të tjera, dikush tjetër e shpjegoi. Lapsi ishte në rregull dhe po shkruante, u gjet letra dhe mbajti bojën apo ngjyrën, u gjet gozhda për me gozhdue dhe bishti i qekanit ishte në rregull dhe funksionoi. Kjo është e shkurtër me thani prezantim të asaj se çfarë kishte ndodhur përpara 503 vitesh. Martin Luteri, disa vite më vonë, saktësisht në vitin 1527, do të shkruante atë që quhet si himni i reformacionit, një kala e fortë është Zoti ynë, cilin e kishte komponuar dhe vetë si autor teksti, dhe ne vonë kemi zbuluar se ky him në gjuhën shqipe ishte përkthyer nga Gjergj Qiriazi. Dëshirojmë të lexojmë në gjithë himnin e reformacionit, edhe pse ju në fillim të takimit ton i pat vetëm 2 strofat e tij. Pra, gjithë teksti i këtij himni thot: një kala e fortë është Zoti ynë, një armë dhe mbrojtje e mirë, ai na çliron nga çdo mërzi që në ka kapluar ne gjerë tani. Armiku i ynë, i vjetër e egërsir, e ka me plot mend, i armatosur është deri në dhëmb, me shumë forcë e mizori, e në tokë nuk ka shok ai. Me forcën tonë s'kemi bërë gjë, së shpejti do të tretemi. Ai e kërkon njeriun e vërtet, të cilën Zoti e ka përzgjedhur, dhe e pyete se kush është ai. Ai quhet Jezu Krisht, Zot i ushtrive, dhe nuk ka tjetër perëndi. Tokën do ta sundoj ai. Edhe sikur bota të jetë plot djaj, e të na glabrojnë duan, ne s'kemi aq shumë frikë, se ne do t'ja dalim. Prisi i kësaj bote, sa do i vrerë sot ditët, s'na bën gjë të keqe. Ndëshkimi është kandos, me fjalën e vetme të tij mposhtë. Kjo fjalë që te kalon çdo zgjuarsi, pas një falënderim rri, ajo është pranë nesh sot e mot, në frymë dhe dhunti, le të ikin të gjitha, trupi, të mirat, nderi, fëmija dhe gruaja, sepse asnjë fitim prej tyre nuk do kemi, vetëm mbretëria e tij do mbetet sot e mot. Amen.
Le të ulemi kokat tona të falenderojmë dhe të lutemi. Perëndi Zoti ynë i shenjtë, falenderit që na ke mbledhur, falenderit për hirin tanë edhe për dashurinë tonë, falenderit që ne mund të vim tek ti kështu si jemi, pa pengesa, me barrët tona, me tundimet tona, me flimet tona gojore, të vim së bashku si një grigj e jote nga ky qytet, nga ky vend, nga ky popull, duke e përfaqësuar Perëndi përpara teje vendin ton, e kombin ton. Falenderit Perëndi madhështor i qiellit edhe i tokës, që na ke bashkuar me ty, me birin tan, dhe sot ne jemi të shpallur, të lirë, në saj të veprës tane, në kryq, nëpërmjet Krishtit Jezus. Amen. Pothuajse ishin bërë 300 vjet që shkur në Evropën e mesjetës, e cila sipas historianëve mesjeta fillon që nga perandorim bizantin apo i romak, i Romës së lindjes, një perandor me preardhje këtu nga Dardania, nga Iliria, Justiniani, pra që nga ajo periudhë, edhe derisa nuk fillon reformacioni njët si periudha e mesjetës. Mirë po ishin 300 vjetë më përpara, kur disa njerëz, disa priftrin, njerëz të mbushur me frymën e Zotit, po vrenin se diçka në krishterimin zyrtar të asoj kohës nuk po shkonte mirë. Dhe këto gjëra në fakt ishin shumë, dhe ata kishin reaguar, kishin shkruar nga njëherë. Mirë po, këta zëra ishin azgjësue, ishin heq, ishin vrarë madje. Masakrua dhe historia nuk ishte ditur, dhe të afërmit, fqenjet, njerëzit tjerë nuk ishin ndërhy, dhe kështu po përsëritishin gjërat, që nga Anglia e deri këtu në gadishullin ton, në ishujt Dalmatin, në Vojvodin, Zoti kishte përdorur njerëz të ndryshëm për të thënë dhe për t'i treguar një tjetrit pushtetarve se diçka nuk po është duke funksionuar mirë në kishën zyrtare të atyre kohëve. Dhe u desh që ky njeri, pra Martin Luteri, së bashku pastaj më vonë edhe me Zwingli në Zvicër që vepronte, John Calvinin nga Franca, por që po ashtu vepronte në Zvicër, u dha flaka dhe u hap rruga dhe doli dhe u përkra dhe triumfoi kjo lëvizje nga Zoti e njohur si reformacioni, i njohur si reformacioni protestant, i njohur ndryshe edhe si reformacioni i Evropës. Kontinentin që ne jemi, pa reformacionin nuk ka një Evropë të re. Reformacioni pra është një nga periudhat më të mira, më të ndritshme që ka vendosur Perëndia në zemrën e një grupi njerëzish për hatër që njerëzit të dëgjojnë Ungjillin e të shkojnë tutje. Filozofi më i madh evropian quhet Hegeli. Hegeli tha për Martin Luterin: a ishte njeriu i arsyes dhe i lirisë. Me një vlerësim kaq të madh që i bëri pra dhe vetë Hegeli, ne shohim se çfarë Zoti kishte bërë me këtë person. Dëshiroj që tani pak a shumë për juve, që ndoshta keni më pak informacione ose vetëm është një ditë për ta shënuar dhe kujtuar, se nuk flasim çdo herë për reformacionin, një herë në vit, ndoshta nga një herë,
për shkak se ishte dje faktikisht, ky përvjetor, 503 vjetori, shpjegojmë pak rrethanat edhe pse erdhi deri te kjo periudhë, deri te këto ngjarje që quan po ashtu në gjakderdhe të mëdha. Mos harroni se mbi 20 milion njerëz u vranë për këtë gjë, për këtë të vërtet, për këtë lëvizje, rreth 20 milion veta, 20 milion protestantë u vranë për gjatë atyre viteve. Dhe derisa në vitin 1646, pothuajse gjysma e Evropës ishte tashmë e reformuar. Çfarë kishte ndodhur dhe pse ndodhi kjo gjë? Shpeshherë ne mund të nisim mirë edhe pastaj të shkoj keq. Edhe me punët tona personale, me punët tona familjare, punët tona të fshatit, të lagjes, të kompanisë, të organizatës, të komunës, të shtetit, kudo. Pra nisi mirë e pastaj shkon keq. Pali kishte paralajmëruar të krishterët, për shembull, të kishës së Galatis për para 2000 vjetëve. O vëllezër, ju e keni nisur shumë mirë mbar, e shëndosh, por dikush është duke ju trazuar, jeni turbulluar, kush u turbullon, kush u heq nga rruga. Pra për të dalur nga rruga është shumë e kollajshme, krahasue me qëndrue në shtegun e duhur. Nga njëherë mund të ndodhë që ne nuk e dim kur është rruga e duhur, cila është rruga e duhur, por provo pak, veç del majtas ose djathtas, do ta provosh, do ta dish. Nëse je duke shkuar në lloj autostrade, rrugë të mirë, provo pak me makinën tënde epi majtas djathtas, do të vresh. Cila është rruga e duhur, shtegu i duhur që do të mund ndjek. Në këtë mënyrë kishin kaluar shumë vite në krishterimin çfarë kishte ndodhur me qindra vjet, dhe kishim ardhur deri tek një moment kur kisha romano-katolike me selinë në Rom donte me ndërtue objekte të mëdha, katedralen e madhe të ajo që quhet sot Shën Pietrit në Rom, po ndërtoheshin sepse ndërtimet në Evropë kishin filluar të përdornin gurin, deri në atë kohë nuk përdori, ishte harruar që nga koha romake. Por tani që nga shekulli 12-13, në Evropë kishin nisur të bëheshin ndërtime të larta, madhështore. Me këtë u jepej një shenjë ose u jepej një mesazh popullit se nëse ishte kisha e vogël, ky zoti kësaj kishe është i vogël, nuk është shumë i fuqishëm, nuk është shumë i pasur. Andaj objektet duhet të bashin sa më të mëdhaja edhe të purifikoheshin, pra të ketë are, të ketë endë që vizllojnë kështu. Ne edhe sot që jetojmë në këtë vend, pavarësisht janë të krishterë apo jo të krishterë, është një bindje dhe është një gjë njësoj për të bë objektin sa më të madh. Dhe ai që bën objektin sa më të madh, dëshiron të ngulit një mesazh në popull dhe në kudo tjetër, me thonë se ky Zoti im është më i fortë, më i madh, më i fuqishëm, më i lavdishëm dhe më zotni këtu se sa Zoti i këtyre tjerëve që kanë këto objektet më të vogla se kështu. Shikoni kjo ide njerëzore që nuk ka pik origjine nga qielli, vazhdon edhe sot të jetë, edhe në mesin ton, edhe në qytetin ton. Andaj debatohet pse është bërë kjo ndërtesë, pse do të bëhet kjo kështu. Ky problemi kishte nisur shekullin e 12 si një ide, por pastaj nga shekulli 13-14 po ndërtoheshin pallate të shumta, objekte të shumta, dhe në këtë mënyrë Vatikani, në atë kohë nuk quhej Vatikan ende, por Selia e Shenjtë, vendosi për me ndërtue ajo që është katedrala e Shën Pietrit dhe të bëhej më e madhja në botë. Deri në atë kohë, objekti më i madh kishtar që ekzistonte ishte Hagia Sofia në Konstantinopol apo Stamboll. Por, siç e dini, kishin kaluar gati rreth 60-70 vite që shkur ajo ishte pushtuar nga turqit. Pra, këto janë rrethanat historike që quan pak a shumë dhe që shtyn idetë lidhur me ndërtimet
me gjërat e vlefshme të çmueshme brenda saj dhe kishte një shpërputhje të madhe mes asaj se çfarë Krishti dhe apostujt kishin mësuar se kush është kisha dhe çfarë ka të çmueshme brenda kishës, që janë njerëzit. Kush është madhështoria brenda kishës? Është shkrimi, fryma e shenjtë, prania e Jezu Krishtit. Por tani në mesjet, këto gjëra edhe nga vetë udhëheqësit e atëhershëm fetar të krishterë ishin verbue dhe shtyeshin me atë çfarë quhet fryma e botës. Çfarë është fryma e botës? Fryma e botës dhe më thënë është, ose bota, sistemi i ligë i cili përshef dhe origjinë ka satanin apo djallin i cili ndikon në botë dhe kudo tjetër. Pra në këtë mënyrë ne shohim për të ndërtuar kjo katedrale e madhe duheshin parat. Por parat nga të merreshin, nga taksat, nga njerëzit vullnetarisht apo si. Kështu u shpik një ide për të shitur ajo çfarë quhet letrat për faljen e mëkateve. Dhe këto letra quheshin indulgjencat, në shqip ne i themi ndjesorët. Çfarë bënin kardinalet, pra sistemi papal dhe kardinal në atë kohë priftrinjet po bënin këtë gjë, duke i bindur njerëzit që ju keni mëkate, por mëkatet mund të falen duke paguar. Dhe varësisht se sa ti ke mëkatue, aq shumë do duhet paguash. Dhe varësisht se sa kërkon ti të jesh i shpërblyer në parajs, aq më shumë duhet të paguash. Nëse kishe dëshirë me qenë më afër Pjetrit, kjo indulgjencë ishte më shtrenjtë. Po nëse ke pas dëshirë me nejt vetëm sa me hi në parajs dhe aty minjerë të dera, ke paguar më pak. E vreni çfarë sistemi kishte ndodhur në atë kohë, ne po flasim për para 500 vitesh ekziston të kështu. Pra, shitja e faljes së mëkateve. Prandaj, ashtu si ne përcëllëm nga kjo video, kush fal mëkatet? As një profet, as një mbret, as një lek, mëkatet fal biri i Perëndisë Jezu Krishtit që kur ne vim të ajman të besimit. Dhe nuk varet nga zemra tona falja mëkateve, po kjo varet nga zemra e Perëndisë. Prandaj thuhet që ai kaq shumë e ka dashur botën sa që ai dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që do të besojë në të nuk do të vdesë, por do të ketë jetën e përjetshme. Njëherë ndodhi, ishte një këpuctar në Gjermani dhe kjo u bën një skandal i madh që i dha edhe më shumë hovë lëvizjes së reformacionit. Një këpuctar shkoi dhe pagoi tek prifti indulgjencat për gruan e tij, që tashmë kishte vdekur. Por ky i shkoi dhe pyeti, tha, mund të paguaj unë që ajo të shkoj në parajs? Të shlyen gjithë mëkatet dhe të shkoj atje. Shitësi i indulgjencave që ishte mbikëqyrësi kardinal në atë kohë në Gjermani, tha po, mundesh, i dha letrën që ke paguar me emrin edhe me mbiemrin, me datën dhe shumën e treguar, duket sikur një farë lloj transparence transaksionale në atë kohë. Por pastaj dikur shkoi dhe pa diti këtë njeri, këtë këpuctarin duke thënë sepse ky ka shkelur rregullat e kishës, sepse në atë kohë ishte detyrueshme kur dikush vdiste, duhej të mbahej mesha e përmortimit, e përmortjes, e vdekjes. Dhe për këtë mesh ti si person duhet të pagush në kishë. Dhe pastaj u organizua pra gjyqi, sepse ky nuk e kishte bërë edhe meshën e përmortimit, të vdekjes, dhe dole në gjyq. Gjyqtari tha, vdiq gruaja, e pyeti, vdiq gruaja jote? Po, vdiq. I bëre meshën e mortjes? Jo, nuk i bëra, po ti ke shkuar kundër zakonit kishës, duhet të dënosh. Dhe pastaj ai tha, ju lutem ngadal pak se unë kam këtu
letrën e nënshkruar nga kardinali që unë pagova që ajo të shkon të martëfaljem katëve dhe të shkon të në parajs. Dhe tani unë do të pyes kardinalin, ti, kur më shite këtë, a më mashtrove mua se do duhej të bëja edhe meshën e mortjes, apo kjo nuk vlen, apo nëse kjo është e vleshme që ajo është tashmë në parajs, çfarë kam unë nevojë për mi bë shërbesin e meshën e mortjes? Dhe gjyqtari vendosi në favor në këpuctarit. Po tha, atërë nëse kjo është kështu, nëse ke pagur për këtë qëllim, atërë ke pibjen që ti e sakt. Dhe kjo ishte një skandal i madh që përshënjëra nga skandalet që i dha hovë dhe më shumë këtij sistemi. Gjermanët e asaj kohe e kuptonin mirë që nuk ishte fjale se këta njerëz rreth papatit që ishin dhe të këtij sistemi që nuk i kuptonin gjërat aq mirë, për ata gjermanët e kuptuan një gjë. Italianët, Roma është interesuar të marrë pasuritë tona, arin ton, parat tona dhe për gjëra tjera nuk shqetësohen. Pra shitja e indulgjencave ishte njëri nga problemet e mëdha të asaj kohës. Një problem tjetër ishte se pra papa kishte një autoritet absolut ndaj kishës dhe politikës. Kishte ndodhur ajo çka quhet mbi vendosja e traditës historike kishtare mbi autoritetin e Biblës. Madje ato kohë Bibla nuk lejohet që të lexohen nga njerëzit. Ishte e ndëshkueshme, sepse thuhej se njerëzit nuk janë të denjë, pra janë mëkatar me mbajt ata fjalën e Zotit në dorët e tyre. Këtë mund ta mbajnë vetëm priftrinjët. Madje ata nuk i kishin as të plot, por i kishin vetëm disa pjesë dhe komentar, dhe ai dukej shumë e madhe, në fakt nuk ishte Bibla. Por populli besonte se ai priti po mbante Biblën. Kështu, pra paramendoni para 500 vitesh edhe më larg, Bibla nuk mund të lexohej nga njerëzit, ishte ndaluar. Dhe gjuha e vetme e cila komunikohej në popull, në objekte fetare, nuk ishte gjuha amtare që Zoti kishte krijuar të secili këmbë, por ishte gjuha latine. Një ngjarje, do thot një gjendje e ngjashme ishte tek ne derisa erdhën edhe ata që quhen pra ai që quhet lëvizja protestante mes shqiptarëve, tek që ndodhi rreth fillimit të shekullit të 19, megjithëse tani edhe një studios shqiptar që jeton në Zvicër, Xhemal Ahmeti, po zbulon se shqiptarët edhe në shekullin 17 në bazë dokumenteve pas kanë qenë shumë prej tyre kalvinist. Kanë marrë doktrinën e Kalvinit kështu si pas raportit të Vatikanit. Pra, po duhet të them që a mund të ta imagjinoni si ishte mesjeta? Ti nuk dije latinisht, por në kish flitej vetëm latinisht. Ti ishe shqiptar, ama gjua për ty e Zotit ishte arabisht, ishte latinisht, ishte greqisht. Në këtë mënyrë ne kemi përjetuar si një popull duke u përkthyer po ashtu Bibla në gjuhën shqipe për herë të parë nga lëvizja protestante mes shqiptarëve duke filluar nga viti 1819. Problemi katët ishte në Evropë se kontrollimi total i mbretërve dhe i shteteve dhe i tërë jetës në përgjithësi kontrollohej dhe mbikëqyrej nga selia e shenjtë. Pastaj nderimi ka shumë probleme, por vetëm me 5 po ndalëm nderimi teprum i shenjtorëve, i objekteve kishtare, i vënjes pas relikteve, vetëm në atë kështjellën e Wittenbergut. Aty ku ishte edhe katedralja e qytetit, aty ku Luteri gozhdoi natë 5 tezat e tij. Historianët thonë se aty kishte mbi 5.000
500 relikte, ku njerëzit detyroheshin të shkonin për gjatë ditës me i pa edhe me pague për me pa një prej këtyre relikteve. Kishte eshtra nga më të ndryshëm, duke pretenduar se ky është nga gishti i apostoll Pjetrit. Një tjetër ishte duke thënë se ky është i zogut kamës, i këmbës së palit. Një tjetër nga ato çfarë kam lexuar këto kohë ka qenë për shembull se ishte një vend, një kime e vetullës dhe thonin se kjo ishte e vetmja kime e Jezusit e cila kishte rënë tokë kur i vendosnin kurorën me therra. Kishte një vetull, kishte një therr nga ajo kurorë, pra 5500 relikte të tilla ishin vendosur në kështjellën në katedralin e Wittenbergut, kur njerëzit prisnin me radhë me shkuar me pa një kime të vetullës së Jezusit. Një kasht, aty bile thuhet ishte edhe një kasht, kishte shpëtuar një kasht kur Jezusi kishte lindur përpara 1500 vjetëve sa ndodhte. A e merrni me mend çfarë verbrie edhe çfarë marrëzie edhe çfarë mbështjellimi djallëzor që kishte ndodhur. Pak a shumë me disa indikacione ne kemi edhe këtu si vend edhe sot, edhe shohim edhe në televizion. Ka shumë populli edhe njerëzit ecin pas një kime, pas një leshi, pas një gjëje të kotë, e nuk kërkojnë Perëndin e gjallë. Pra këto ishin ato problemet si thua kryesore. Duhet të kuptojmë një gjë, ne nuk kemi duke predikuar kundër kishës romakes, kundër papës sot, asë kështu, po këto ishin raportet. Reformacioni nuk ishte një tendencë me bë një kishë të re. Reformacioni lindi për me e reformua kishën ekzistuese dhe 6 vitet e para u përpoq me reformua kishën për brenda. Reformatorët thanë, ne nuk kemi ardhur te ju me zbulua diçka të re. As një profeci të re nuk kemi, as një ëndër, as një vizion të ri, nuk kemi nga qielli apo nga engjëj. Ne kemi ardhur për të rizbuluar hirin e Perëndis. Ne kemi ardhur edhe kemi rizbuluar e përsin e Krishtin mbi çdo gjë. Ne kemi ardhur po predikojmë që shpëtimi është me anë të besimit. Ne kemi ardhur po ju themi juve se gjitha profecit, gjithë profetët kanë shkruar për Krishtin dhe Krishti ka përmbushur gjitha profecit. Dhe në fund ata thanë, ne nuk jemi novator ose risimtar diçka të cilën të re, por jemi reformues. Reformues pse? Të çkas? Reforma për brenda nuk ishte për jashtë, sepse flitet për të njëjtin tekst, për të njëjtin Bibël, flitet për të njëjtin Krisht, flitet për të njëjtin Perëndi, por nga që njëri mendonte, gjykonte në bazë të kësaj traditës, këtij kuptimi, këtij interpretimi dhe tashmë kishte një mësim të rrem, kishte një praktik të rrem të besimit. Pra, për 6 vite u mundua që të kishte një reformim për brenda vetë kishës e ekzistuese. Dhe kjo nuk ndodhi sepse ajo çfarë quhet dieti apo një lloj kuvendi shenjtë i thirrur nga perandori i perandorisë në atë kohë që quhej perandoria e shenjtë romake, që ndonte prej Italisë deri aty në Danimark. A i thirin pra një dietë, një kuvend të shenjtë, ku morën pjesë kardinal, mori pjesë vetë perandori, edhe njerëz të tjerë, dhe pasaj edhe Luteri ishte aty, për t'i mbrojtur ato 95 tezat, që a i kishte ngullur aty në gosht. Ju e dini, që a i kishte thonë, këto janë gjërat që unë kam për t'ju shpallur, dhe pas 3 ditëve unë do të vi që t'i mbroj. 3 ditë ishin 3 ditë simbolike të vdekjes, ringjalljes dhe ngritjes së Krishtit, nga vdekja. Por tani kishin kaluar 6 vjet dhe në fillim nuk ishte marrë kaq serioze kjo punë e Luterit. Dhe çfarë Zoti po bënte me ta. Kështu e sollën në gjyq, ose u bën një kuvend.
që quhet Dieti i Wormsit, i mbajtur në vitin 1521. Dhe aty pati një debat, edhe ajo çfarë vlen për të theksuar është se autoritetet perandorake dhe papale i thanë që të pendosh nga ato që kanë gjitur nder, ti mohosh. Dhe Luteri tha, unë rri në këto fjalë, në këtë qëndrim, unë jam këtu me qëndrue, dhe nuk lëvizi nga kjo. Vllazër dhe motra, Perëndia nuk ka vepruar, ju e dini që nuk ka vepruar vetëm për para 2000 vjetësh, as për para 500 vjetësh, po vepron edhe sot. Të qëndrojmë ne për para Zotit, ti themi ja, unë jam këtu, të bëhesh ti personi duhur, në kohën e duhur, në momentin e duhur. Në përgjithësi kur mund të përshkruhet ajo çfarë është lëvizje reformiste ose reformacioni, janë ato çfarë quhen, i patë edhe ju këtu në video, quhen 5 sollat ose 5 tezat kryesore. Dhe këto sollat janë të njohura dhe para ose për tyre quhet vetëm shkrimi, pra vetëm nëpërmjet shkrimit. Sola scriptura, çka do thotë kjo? I krishterë i vërtet, ai që është rilindur den se autoriteti i vetëm, i jetës së tij dhe zbulesa finale e Perëndisë për botën është fjala e tij, Bibla. Dhe jo një tradit dhe jo një të zbulesë më vonë. Vetëm Krishti, solus Kristos. Jezusi tha se unë jam rruga, vërteta dhe jeta. Kush më ka pa mua, ka pa Perëndin, sepse unë dhe Ati jemi një. Askush se ka pa kur Atin, pra Perëndin, përveç se nëpërmjet meje. Dhe askush s'mund të shkoj atje, veç se nëpërmjet meje, sepse unë kam bërë këtë rrugë. Sola gracia, vetëm me anë të hirit të Perëndis jemi të shpëtuar. Madje ky Kalvini që folëm më herët, ai ka përshkruar njeriu se ai është aq i vdekur në mëkatet e veta, saqë ai nuk mundet vetë të shpëtoj as të kërkojë ndihmë madje, sepse është i vdekur plotësisht. Po është hiri i Zotit që është na ofruar neve për shpëtim. Sola tjetër është sola fide. Sola fide. Vetëm nëpërmjet besimit. Vetëm nëpërmjet besimit tënd, personal, individual, jo besimit babës, nanës, babgjyshit, historisë, ati apo këtij, jo, besimit tënd. Dhe për këtë ka disa vargje tek Romakëve 10:9, kushdo që rrëfen dhe beson se Jezu Krishti Zoti dhe shpëtimtari i tij, ai është tashmë i shpëtuar. Dhe shpëtimi apo shfaqësimi vjen me anë të besimit. Kjo ishte ajo vargu kryesor këtë që Luteri kuptoi, edhe për kësaj u ngjall ajo që quhet flaka e tij e brendshme. Vetëm Zotit lavdia. Jo njeriut, jo klerit, jo relikteve, jo profetve, jo apostujve, jo mbretërve, jo sportistëve, jo aktorëve, jo këngëtarëve. Lavdi Zotit për sportista, për këngëtar, lavdi Zotit për gjithë njerëzit, lavdi Zotit për klerin, lavdi Zotit nuk mundën me thonë për reliktet, po lavdi Zotit për profetët, lavdi Zotit për apostujt e çdo gjë. Por ne nuk ndajmë lavdin me ta, nuk japim lavdi atyre. Perëndia kërkon lavdin jo me përqindje, se s'mund të thuash 100%, çdo gjë, krejt, nuk madhet, çdo gjë është për lavdin e tij, çdo gjë jemi këtu për shkak të lavdisë së tij. Pra, siç thamë edhe më herët, reformacioni nuk ishte një shpikje e ndonjë gjaje të re
por ishte vetëm një rizbulim i asaj që kishte ndodhur në kohën e Krishtit dhe apostujve të tij. Sot ne qëndrojmë këtu për shkak të kësaj lëvizjes që kishte ndodhur para 500 vitesh në Gjermani. Edhe ka përplot njerëz kudo në botë sot që ndoshta mbi rreth 1.000 lart të krishterë protestant kudo në botë, dhe numri i tyre më i madh tani është duke ndodhur në hemisferën jugore të tokës, sikurse India, Kina dhe shtetet tjera që kanë nisur tani zotit të veprojë andej. Ne jemi gjeografikisht në një vend ku asnjëherë nuk jemi stërpik mirë, ujit mirë nga idetë e reformacionit. Por lavdi i Perëndisë që këto 23 vitet e fundit, Zoti është duke vepruar përmes shumë personave dhe individëve, e kishave, e njerëzve që kanë ardhur këtu për mu kuptuar hiri i vërtet i Zotit, dashnia e tij e vërtet e Zotit. Dikush thot se besimi është individual, feja është individuale, ose personale. Dakord, jemi edhe ne me këta, por duhet të themi sot, besimi mund të jetë individual, por nuk është privat. Nëse nuk shpallet tek të tjerë dhe nuk shihet si ne jetojmë këtë, çfarë privat dhe çfarë individual ai mund të jetë. Ju mund të jeni ndoshta kurreshtar me ditë se çfarë shkruan tek 95 tezat e Luterit. Ne kemi këtu broshurën, kemi shtypur përpara ndoshta 13 vjetëve, por unë dëshiroj të lexoj vetëm disa prej tyre, edhe me këtë ndoshta po përfundojmë. Luteri, për shembull, në tezën e dytë që nguliti aty, ai thoshte atje, jo pendes sakramentale. Pendes sakramentale është veç kur me gojë e bën për paraprit, kështu thoshte ai, jo, ose formale ne i themi sot, jo pendes veç sakramentale, ashtu sikurse ne u themi fëmijëve tanë para mësafirit ose kujshis. Ej, thuj fal. Ai thot fal. Pa është me qëndrim zemre kjo? A është detyruese, po vetëm me gojë, jo sakramentale. Nuk mund të ketë, thot për shembull, teza e tretë, nuk mund të ketë një pendes të brendshme e cila nuk vepron po ashtu edhe nga jashtë. 6. Prifti nuk mund të fal asnjë faj. Fajet i fal vetëm Krishti përmes vdekjes së tij. Për shembull, thot një tjetër tezë, thot, nëse papa pas ka kaq shumë autoritet, sa që ti kërcënojnë njerëzit me qua në ferr, në purgator, pse ai nuk e përdor të njëjtin autoritet që njerëzit i dërgojnë në parajs? Kështu po pyet ai. Babai im po ashtu i kam treguar disa herë që ka shërbyer po ashtu si kler musliman, dhe ai vetë më thoshte mua që unë nuk mbaj mend se një hoxhë ka thirrë dikën për iftar. Por Luteri ka shkruar për para 500 vitesh diçka të ngjashme, duke thënë që po pse papa që ka kaq shumë pasuri, kur as 2 metelik nuk i jep për bamirësi. Thesari, Luteri shkruan një nga tezat e veta, thesari i vërtet i kishës është i shenjti ungjell i lavdisë së Perëndisë. 64 teza. Në anën tjetër, thesari i indulgjencave në mënyrë të natyrshme është më i pranueshëm, sepse ata e bën që të jetë i fundit, të jetë i pari. Sepse me anë të indulgjencave ti po mendoje se ishe i pari atje, se ke paguar, por i përlemroi Luteri se do t'jesh i fundit.
Shumë prej nesh kemi vendosur shpresat tona në gjëra që mendojnë që kanë na qitë parët. Është mirë të reflektojmë të mendojmë se ndoshta aty ku ti je kapur duke menduar se do të bëj që ti jesh i pari në atë vend, ndoshta do të jemi të fundit. Ta dekorash, thot të thuash që kryqi është i dekoruar me anë të pushtetit të papës e kardinalëve, thot është blasfemi, sepse kryqi i Krishtit nuk ka nevojë të dekorohet. Le të jetë zemra jonë e cila pranon dhe të dekoroj zemra jonë. Mirë, këto ishin disa nga to dhe ju që doni me marrë, ka atje me tek libraria që mund të merrim. Të shëroj me citua për fund një filozof me preardhje hebreje, Max Weber, edhe një filozof me preardhje hungareze, Erich Fromi, çfarë thanë për protestanizmin të dytë. Erich Fromi thanë: protestantizmi apo reformacioni është përgjigje për nevojat njerëzore të individit të friksuar dhe të izoluar, të shkëputur nga rrënja, i cili në botën e re duhet të lidhej me të. Reformacioni e përgatiti njeriu psikologjikisht për fillet e punës për njeriu që do të luaj në sistemin industrial. Edhe Max Weber thot, reformacioni e shpëtoi njeriu shpirtërisht, kurse puna apo ekonomia apo kapitali, siç e quajnë ai, thot politikisht. Mirë, le të ulim kokat tona të lutemi në mënyrë që Zoti të ngrej çdo ditë për këtij vendi njerëz me një zemër, sikurse Luteri, e Calvini, e Zwingli, sepse Zoti dha këtë pasion zemrat e tyre dhe mund të jap këtë pasion edhe për vendin ton secilit prej jush. Perëndi, të lutemi, derdhe të lutem hirin tan, flakën tan e Perëndi të lutem, zjarrin tan, për njerëzit e tu në këtë qytet, në këtë vend, me skombit ton, që të qëndrojnë përballë, duke shpallur shpëtimin në vërtet Krishtin Jezus edhe ungjillin e shenjtë, për t'i pasuruar të varfrit në frymë e në paqë e në të mirat e tua. Të lutim Jezus, ja ku jemi ne këtu, të themi na përdor. Amen.